You know, po thot ka una, kthehemi bashkë për të parë në radio televizionin publik të Kosovës, në Radio Kosova në Metropol, The Movie Star i filmit Pasaporta. Jam shumë e gëzuar për suksesin tënd, mika ime e dashur, ka una Matushi. Mirëmëngjes, faleminderit që i ndove minutat e mëngjesit për ne. Mirëmëngjes Delvin, faleminderit shumë që më ke thirrë, ku marr me kënaqësinë më të madhe. Krejt studion e kena tranu me energjinë që kena unë edhe ka una. Jam gëzuar shumë suksesit saj, gjithashtu edhe filmit Pasaporta, po padyshim që ka una ka qenë pjesë e saj dhe pjesë e rëndësishme e saj si rol kryesor me emrin Vlera. Filmi Pasaporta, para se me jyte filmi, ka una ka qenë gjithmonë spotlight i portaleve, spotlight i jetës publike për shkak që e ke trashëguar prej mamit, ashtu si unë. Edhe jom gëzu veç për këtë pjesën, mas shumëti, kur mundohemi me jau kalu mamave pak, sa do e vështirë që është, mundohemi, ama ti prap dikun i afru, kështu që po i gëzom edhe këti suksesi, urime për filmin. Ta, Semën, faleminderit shumë, se di sa ku mujt mu, qësh me thonë, mu afru se me kallzu atëfar talentin me këtë film, po sa do që e kom tregu ato, jam e kënaqur me çfarë sa kam. Je kritikusja mendoj më e madhe e vetës mas pari. E vërtet, shumë vërtet. Kur rritesh në një ambient që dikush është shumë perfekt në familjen tënde në këtë aspekt, mas ne i bosh një vetë kritikuse shumë e madhe, si për mënyrën që jeton, si për po nisem prej vetës, edhe besoj kjo është pjesa jone përbashkë. Në fakt, mendoj që edhe t'imponohet ajo mënyra e vetë kritikës, se krejt presin shumë prej teje, kur e din që je qika e dikujt e den këtë e mas shumë të ajo bash, nashta pritshmërit mami gjithmonë mundohet mu me ma bo ma let atë pjesa ajo e shef, nashta sa bardh e kam ose e kum pas edhe të rrit punën që ajo u kon mami edhe pritshmërit që thash e kam pas më të mëdha. Mami mundu me ma letësu këtë sen, po njerëz të tjerë gjithmonë kanë prit prej meje ma shumë. Edhe nuk po di, unë gjithmonë munduna me dhonë më të mirën tem, edhe tani sa pëlqejet ajo. A ka qenë pak përmbushse pjesa kur, si me thonë, kur ka ndodhur premiera, janë zgju publiku të duar trokit, ka qenë i duar trokite në këmbë, edhe ke qenë me një fustan, edhe ke prjetu premierën, sigurisht mami ka qenë ofër teje, po a ka qenë ajo pjesë pak përmbushse që pak I made it, ja dola, me qenë se ka qenë i punë e vështirë, sepse unë e di personalisht sa e vështirë ka qenë, se kemi qenë kontakt gjatë gjithë kohës gjatë gjerimeve. Po, unë si me thonë, nashta e kom ri përsërit që po punën, dashnin për punën tem, e kom manifestu, një dashni ko gjatë madhe, nashta për një punë që nuk e kom dit as çfarë kam e marrë, po kom manifestu diçka të madhe. Edhe e kom prit edhe e kom embrace it ashtu, e kom pranu tepër mirë. Nashta i ka kalu pritshmëritë e mia, po prap më ka mbush motiv tepër shumë edhe jetë nashta edhe vullnet për tjerat sene çka unë du tash mi bo me, do me thonë, ta ndryshon pak konceptin. Po, normal, edhe nashta ma me vroll, jam tash ma e dhënë prej seneve që du mi bo tjera, jo që nuk jem kon, po ky film u kon një rikthim shumë i fuqishëm për mu. Kështu që po mundona me majt atë tempon që veç e kom nis. Po vazhdon premiera, për momentin regjisori ndodhet në Toronto të Kanadas, se po i përcjellin bashkë Eduard Grishaj. Tash po mduket veç ka është përmbyll, po ka qenë një periudhë gjatë, ka disa muaj që po luhet premiera, ti ke qenë në viset shqiptare, në trojet shqiptare ke marrë pjesë në premierë. Po, ne kam qenë këtu ku kom ujtë, unë kam qenë me promovu vetën me talent. Okej, me my people. Po, me talent, me që aty ta shohin suksesin talentin tem, unë e i shoh mesazhet shumë. Do me thonë sa herë që t'japët një premierë dikon është e pamundur pa marrë shumë mesazhe që i lexoj tepër me tepër shumë kënaqësi dhe jam shumë falënderuese secilit që e merr kohën me shkruaj. Filmi Pasaporta, hajde po mundohemi me trajtu një mënyrë që është una dëgju dikush që se ka po ende, mirë po ka dëgju për filmin, edhe ka po disa sekuenca në për TikTok që po qarkullojnë, pjesa ku ti këndon, pjesa romancës, theksohet shumë që është emigracioni, ajo që trajton filmi Pasaporta. Paka shumë, për dikon që nuk e ka po, çka mundet me prit prej filmit, çka ka aty brenda? Po, qashtu qysh e the dhe qysh e kam po besoj tash shumë në për rrjetet sociale, është këtë temë
që trajto tema e emigracionit edhe do me thonë niset për emigracion edhe aty ndodhen edhe një histori romance. Po besoj që mesazhi i filmit është shumë i mirë. Unë në fakt nashta edhe me këtë film edhe unë vetë kom hi edhe kom lumtu ma shumë për emigracionin e shqiptarëve në vendet jashtme, në Itali, prej shqiptarëve që nashta më herët edhe jem kon djeni po jo aq shumë se kur jeto e bo edhe një rol të dush më përfshi me emocione komplet, kështu që dush me i edhe me informata edhe me po research, normal, tani informatat ti dhojnë emocionet edhe nashta për çaton më ka animu shumë, më ka mësu vetë filmi. Do me thonë ti nuk e ke ditë gjendjen e emigracionit që është kaq i theksum, si me thonë nuk e ke ndjek kështu në vete derisa ka ardhur puna te filmi. Po, do me thonë nashta nuk më ka rënë me u lëmtu aq shumë ose me i përvetësu emocionet e tyne. Na po shohim që shumë tri po dalin jashtë, kena shoqëni që vendosin me shku jashtë për një jetë më të mirë, ama këtë pjesën me ndjeta më në emigracionin të ka ra tek filmi. Ama na si shikus, nuk është shumë që we cared për emigracionin për shkak se aty ka qenë diçka më e fuqishme, ka qenë romanca. Romanca mes teje edhe Indri është personazhi. Është aktori apo personazhi ka emrin Indri? Aktori e ka emrin Indri. Aktori e ka emrin Indri, okay. Tek emrin Vlera edhe ju të dy takoheni gjatë rrugës së emigracionit. Po. Qysh ka qenë marrëdhënia me personazhin kryesor, pastaj flasim për stafin, mirë po vështirësi gjaxhërimeve kanë të mëdha, por që nëse nuk kanë si më thonë shkëndit bashkëpunimit dy rolet kryesore, sigurisht që nuk vjen të një sukses kaq i madh. Qysh është performancën tonë me Indrin? Indri, unë e kom thonë edhe më herët, është aktor shumë i mrekullueshëm, më ka rënë me njoft prej këtij filmit, unë nuk e kom njoft më herët, nuk besoj që edhe ai më ka njoft më herët. Kur i referona Indrit, do me thonë i referona ati si njeri, kur i referona Edonit, i referona personazhit. Edhe si ai për shembull që nashta nuk është po. Ai po sakt. Si ai që për shembull nuk është Edoni, edhe unë nuk jam Vlera, po unë e luj Vlerën, edhe unë e kallzoj historinë e Vlerës, do me thonë nashta kam përbashkëta me këto, po unë nuk jam Vlera. Kështu me Edonin do me thonë, unë kom pas Vlera dhe Edoni, s'po di. Menoj që Eduardi i ka gjetë sakt personazhet qysh i kanë përshtatë edhe rolit. Nashta veç kjo u kon arsyeja që ka mujt më kriju ajo shkëndia që kanë mujt me pa publiku, se unë jem kon shumë si Vlera, ajo kon shumë si Edoni dhe jemi kon të ndoshta një jetë përditshme ti dhe Indri s'kishe mujt as me pikofe. Po, është mjeshtria e regjisorit, po. Edhe aktrimit. 500 femra kanë qenë audicion. Ka una matoshi ka qenë ajo që ja ka vrasë synin Eduardit. Po besoj që edhe qysh me thonë bagazhi që e kom pas, se nashta normal që nuk mund është ti me rreziku për një film tonden që jetu dasht me bo dhe me marrë një dikon që nuk e den asa ka talent veç shkak ose i qikës dikujt se jetu bo film, edhe është i joti personal edhe nuk mund është me prish për hatër dikujt tjetër. Edhe po ne kom bo audicionin, ne kom bo videon për audicion, po nuk e kom pa audicionin, më ka shkruar Eduardi personal. Masa ne ja kom dërgu ashtu një video edhe besoj që për shkak të bagazhit ai e ka ditë që kam për merë në film vetin edhe fakt jam përshtat që e thash me Vlerën tepër shumë, heq pa më thonë ai që unë jam pjesë e filmit, unë e kom ditë që jam pjesë e filmit, se e kom ndje. Këto zonat që sigurisht na si shqiptar jemi ushtarë të tas tjerave dhe kemi qef me shkrujt shumë që për shkak që ka qenë Qika Adrianës, cili regjisor e rrezikon filmin për hatër të një shmisie, si me thonë. Është shumë e vërtet. Ati i ka vyt edhe një këngëtare shumë e mirë, për cilën unë ty të një së pari. I think që jeni një këngëtare shumë e mirë, edhe mas një aktore shumë e mirë, por qëtash i mbo dyat paralelisht, kështu që nuk e di cilin e ki ma të fuqishme varet, cilës dënë me i dhonë ma shumë shtys. Pjesa ku ke këndu në gjuhën spanjolle, ka qenë shumë amazing, është shpërnda me miliona herë, nuk e di sa herë. Po, shumë edhe vlerësoj shumë, e kom thonë që nuk u kom pjesë e filmit, po është fut masa një pjesë e filmit. Po, masi që e kam po talentin që di edhe për me kënu, dhe fakt nuk e kam besu plot që ka qenë zoni jam. O dosh me mësu kongën
spanjesht. U konë shumë e bukur, e vlerësoj shumë që ka mujtë edhe me tregu edhe atë anë në film. Unë mendoj shumë me vazhdu me muzikë, edhe s'po përsëritna se kom thonë edhe këto, po aktrimi ma lejon me thonë diçka tjetër, muzika ma lejon me thonë diçka tjetër. Aktrimi më lejon me tregu nashta histori tjetër kujt edhe me u përfshin histori edhe me mësu për histori ma shumë, ndërsa muzika më lejon me i tregu historinë tem personale. Edhe besoj që jam në atë periudhën që du me kallëzu ma shumë tash për historinë tem personale. Kur jena te edhe te roli i vlerës, po tentoj me qëndru te filmi, për shkak që kjo është arsyeja pse të kemi thirr, ku mundesh me thonë që ngjason me vlerën. Është një pyetje pa klishe që e bëjmë na gazetarët, megjithatë cila ka qenë ajo pika që ke thonë, okay, unë jam shumë si vlera. Pse je shumë si vlera? Po ajo nisët ilegalisht. Është një sen, jo nashta kjo një shembull, po unë jam njeri që rrezikoj. Okej. Niset për një arsye të fortë. Niset se do me thonë shkaku i dashnisë madhe për vllaun, edhe unë e bëj shumë sene të mëdha për dashni. Del për herë të parë jashtë vendit, edhe këto që edhe ti ke dalë për herë të parë. Po, jashtë vendit. Tjetër Adriana ka thonë për ty që jeni rebeli, nuk po thojmë na. Kështu që po besoj është edhe kjo pjesa. Po, e guximshmërisë. Po, e vërtet. Këtu ngjason ti me vlerën. Xhirimet kanë qenë shumë, po besoj është një së pari veç udhtimi në Meksik. Po besoj që s'ka qenë i lehtë, është shumë orë aeroplan. E vërtet. Është hera e parë për ty që shkel në Meksik, edhe për atë për një rol shumë të rëndësishëm. E para herë që shkeli jashtë vendit. Që shkeli jashtë vendit edhe ato. Meksik. Është pak e çuditshme kështu. Ndoshta ka qenë sinqerisht do të më pas një vet kontroll shumë të madh, se vet udhtimi pak të bën me undi që nuk je me kom në tokë. Mos me qenë shumë stabil, mirë po. E vërtet, u kon fakt. Si fillim, s'po du me thonë lodhja, rruga ajo kjo, ose veni, ose se me ton drejtën, unë e shoh shumë si eksperiencë të mirë Meksikën tash. Jam kënaq seriozisht shumë, edhe atje nashta shkaku që nuk kena pas shumë dialog. Kena pas ma shumë skena që i kemi xhiru pa dialog, unë jo mundu me shiu edhe Meksikën ma shumë. Adhen po, të njëjtën kohë që i kom ushtru nashta qatë shumë para se me unis Meksika ato rolet që u dash mi bo që kur qkaj atje, mos me pas edhe shumë menjen të roli, po me mujtë edhe me shiu edhe me pa, bëllësh me pa, adhen unë e më konë gjithmonë, që shë thëmë edhe të filmi, këtë zanë që kam pëlqy gjithmonë filmat spanjoll, meksikan ato që janë tradita e tyne, ushqimi tyne, edhe po jemi mënu me shiu tepër shumë. U konë sfiduse, ma shumë nashta pjesa që jemi konë shumë pak veta prej stafit, edhe u dashti me i nejt gati saneve tua, edhe po, kjo u konë diçka pak stresuse për mu. Po, se do është detajisht mi nejt saneve gati, do me thonë me vëth, me flok, me abdi nuk u dzojnë edhe mi ndru edhe nejse. E kjo u konë pak ma stresuse, po shqyqër që u konë kur jemi te stafi, këto pastaj deshta me dal, sigurisht që ndihma më e madhe ose vështirësia më e madhe mundet me qenë kur stafi është okay ose kur stafi nuk është në nivelin e duhur. Ju e keni arrit një sukses madh, padyshim që keni qenë në nivelin e duhur. Mirë, po siç tha, kjo mundesh me konsideru që është vështirësia më e madhe gjatë xhirimeve, që ke pas këtë mungesë që të ka botu stres, ose cila ka qenë forca më e madhe për me rikriju pyetje. Po, shumë pyetje mirë. Qysh e thash nashta pjesë e stresuese u konë veç kjo jashtë vendit, që ajo puna që kostumografia. Po, ose që nuk u mujt nashta u dash me nejt gati vetit ma shumë se që u dasht. Tjetër, forca më e madhe sa i përket stafit mas pari, po, kun staf shumë i mrekullueshëm, edhe e kam bo punën m'atlet për gjithë shka. Kena pas edhe nashta skena të këtu që unë jem kun siklet, edhe stafi e ka bo shumë atlet për mu. Tu janë i sprej kostumografos deri te grimerja, që i du se cilën shumë, aden kom kalu shumë mirë me ta, dhe shumë shpresoj që kom e punu prap me ta. Po, forcën ma të madhe unë e besoj që e kom marrë para se më janë nis filme. Atë nuk kom pas shumë punë me menu ku me marrë forcën ma, unë veç e kom pas
Just do it. Po, do it. Çfarë ti çeta atë? E kam normal fuqi të madhe, e kam mamën shumë. Shqyr që a je konsultu me të për në skin? Po, normal jem konsultu. Mamja e ka pas edhe qatë kohë tepër shumë të ngarkume në fakt. Edhe ajo i ka besu punës tem shumë. Edhe ma kalon ma shumë mundor. Edhe besoj që u kon edhe mentu e thënë me për me malon mundor se sa i përket puna e aktrimit, unë edhe jem pavarësu këtë film qësh me thonë me mamën tem, sa ato e kom pas gjithmonë offer. Si menaxher, si ai zoni 2 që tregon ç'a me bu kur ti nuk din ç'ka me bu. Më ka siguru të në kohën. Edhe nashta ajo pasiguria gjatë xhirimeve qysh ki nevojë për një konfirmim, po. Po, kam pas nevojë, po edhe shumë më mirë që nashta e ku marr vet rrugtimin edhe që nuk u kon mami çaq që si ku bon nashta unë e madhe, se për mu kon qysh me thoni rritje kogja e madhe artistike. Unë nuk guxoj zakonisht unë dhe ti kemi këtë problem që gjithmonë na vjen risigurim prej atyre. Po. Për gjithçka në jetë në fakt. E li për një projekt çaq madhor që s'mundoj me thonë që ty ta ka ndryshuar jetën, se s'kemi qenë më njëjtë, nuk besoj asnjëherë. Edhe presim shumë prej teje. Po, ajo siguria që të vijmë prej një personi që edhe mos me pas mam është karriera, është profesionalizmi, është që të vijë një risigurim. Mirë, po i bjen që i ke marrë vendimet e duhura, se në fund ka dalë një rezultat jashtëzakonisht shumë i mirë. Po, është edhe i dashurit që më ka ndihmu shumë. I dashurit ka ndihmu, okay. E përshëndesim. Po, nga dikush e desha që është të ndihmu, po. Adriana s'pas ka pas kohë, tash po dihet kush ka qenë arsye kryesore shtyse e jemja. Patjetër të marr parasysh që është edhe një romancë aty brenda, do të më kon shumë open-minded për me të ndihmu në atë aspekt. Po, më ka motivu romanca jashtë, domethënë jam goxha e motivuar. Prej romancës jashtë edhe ke shpreh aty brenda. Sakt. Ti thon Billy Sweet. Për çata po besoj ka dal kaq e fuqishme ajo pjesa po. Që po nuk e di unë tash, nashta vetë që më përfshi te vlera shumë e kum pas për krajen për secilit njeri tjetës tem, do me thonë e ku manifestu, e ku prit, me qi talentin tem t'ikon, edhe tani në qfarë do mënyre që unë e u dosht me qi talentin tem, unë jem kone gatshme me kallzu vetën. Bravo, bravissimo. Unë mezi po pres, unë kom ndalu vetëm për me pa filmin, sepse kom dashtë me përfundu edhe intervistën, që mas ne me i lidh krejt këto bashk, edhe në fund me pa me shiju, se mas ne kisha bo edhe e kisha spoil, e kisha prish për dëgjuesit, Metropoli është emisioni mëngjezit, është një pyetje që ja bojmë zakonisht të ftumëve, me që se jemi në emision të mëngjezit, që shërë mëngjezit zakonisht për ty. Asgjë është vonë, asgjë është herët. Po, mëngjesi. A je morning person? Po, morning person, jem bo morning person, nuk jem kon. Po, kanë bo gjirime. Kanë bo gjirime. O zot, ja nuk jem kon morning person, po jem bo dhe mëngjesi është koha kryesore e ditës për mu. Do me thonë nëse mëngjesin e kam të mirë edhe unë e besoj që nëse e ki mëngjesin, një mëngjes të mirë, nëse e nis ditën mirë, nuk ka qare pa të shku komplet dita gëzushëm. E kemi pas Metropol, Everybody Calls Regjen, aktorin kryesor ku ka luajtur edhe Adriana, edhe e pyeta për çush janë mëngjesit për ty, tha regjisori mi cakton mu mëngjesit, nuk di. Çush janë xhirimet, tha mi caktojnë ata kur s'mi cakton regjisori, mi caktojnë fëmijët, tha. Kështu që apo mundesh tash me pushu që të kohë pas filmit, a ke kry atë pjesën e kulmit famës, apo jetu e shiu ende të i lexu mesazhet, çush je me ndjesi? Po, unë gjithmonë çfarë ta kryj fakt çato një sukses i madh i vogël, çato që është kçyri ose i qas vetit qëllim një herë tjetër, se mendoj që çajo edhe më ngjall qëllimit të i qit vetës. Nëse çtash s'kisha mujt me shiu më shumë se një javë dy son jem prap, atë njëri që hajde çka tash. Edhe kështu që tash jam të marr me muzikë, jam djekash me incizu këngën tjetër. Kur mundemi me dëgju? Ato nuk e di alo. Okay. Po, unë jem të i bu këngë, jem të u marr me muzikë, me veten, me sanet mira, me sane
që më vyn që i du edhe që i bëj me shumë dashni. Kur vjen një person i ri në skenë që publiku po e don shumë, jënë të dosht për energjinë që po e jap, jënë të dosht më shumë për ty si ka unë, sigurisht që edhe për talentin e jashtëzakonshëm, po është e dyanshme në momentin kur thuhet që është aktor e mirë, po edhe ku po e mirë është kështu. Edhe këtu janë komente që zakonisht po i shoh edhe po i lexoj për ty. E përçon një energji shumë të mirë nëpër studio, nëpër intervista, po bisedë kur takohesh me njerëz. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po tash Kongë, i të punu për Kongë. Po. E kur jemi te filmi, tash publiku është i unt me po ka unën kudo. Po. Edhe po besoj që gjithçka që planson tash në treg ka me qenë shumë e pëlqyeshme. Po, unë për shoh fakt se po më shkruajnë tej për shumë që po kanë nevojë me të po halo. Dhe ashtu edhe unë e vlerësoj shumë. Unë jam pak njëri privat me thon drejtën edhe jam të munu introvert. Një movie star introvert. Jo, privat, okay. Nuk jam introvert se ti më pra po të them. Privat, okay. Jam private, po çush më thon asha për e kam atë sfidën me veten tash ti më bë pak më publike me jetën time jo personale çush më thon, po ato senet çka munash ta më kanë mësuar se unë prej jetës mësoj tek e fundit prej gabimeve edhe eksperiencave të mia. E po munona pak ato çka më me mbajt për veten me po, sakt. Ai Valla pak vështirë tash ka unë. Po. You're a movie star now. No. Jo, aloja fillimet. Okay. Janë me kam future plans, planet e të ardhmes. Para se me po një film tjetër, na pas kemi me po një Kongë për ti, nuk e kam qenë me videoklip. Po besoj që është me video. Okay. Me videoklip. Po beson që është me video. Kena me pas një Kongë prej ka unës e mas një pyetje tjetër që tash po mburon kështu se e di që po mundohem të mbajt sa më pak, e di që ki xhirime prap. Zakonisht krijohet një stereotip kur e luan një rol për regjisorë të tjerë. Shembull që ka una është për me lujt një rol romanc, është për me lujt një rol. Edhe zakonisht aktorët masnej kur i merr një regjisor të tjetër për një film tjetër të një zhandri, si më thon ti që tash me një luftëtare me shku me një zhandër, nëse tregon veten atëherë nuk krijon stereotip që ka una është për çisi filmi. A e konsideron veten që je për këtë lloj zhandër të filmit ose e ki atë fuqi me qenë një aktore një filmi krejt tjetër? Po, fakt, në shkollë të aktrimit dush më mësu me bo një skenë të njëjtë, po në emocionet ndryshme. Okay. Do me thonë, ose me thonë një fjalit njëjtë me emocionet ndryshme, nervoz, pak me ndje madhe, ose më nështë ti qysh dush me lujt atë rol, po është aden up to you sa rolet ti po më nështë me nëzirë veç prej një skenës. Okay. Edhe unë e sfidoj vetën, fakt edhe kur ushtroj vetë, e sfidoj vetën shumë sa po më nëzirë prej vetës. Okay. Edhe nuk... Që me dole pranushme, që mos me dole prej... Po, unë këm qef ashtu me, shme thonë, me provu gjithmonë sa në treja. Kështu që nuk e di, se besoj që kisha mujt gjithmonë me mejt veç me një kategori. Prej sekuencave që i kom po ti, e ki një defekt, si me thonë, nuk është defekt, është për lavdot, si të momit, se Adriana ka lujt role shumë transformuse, po e ka rujt një Adriana, e ki ditë që është Adriana. Pak si stili Angelina Jolie, që e ka rujt një... Edhe te ki që ato që e ki trashegu prej momit, e konsiderojnë si unë kritiku i kinematografisë, e ke rujt një ka unë, në film. Tash po duhet të po në filma tjera po e rujt, se Adriana do të thonë edhe kur e ka lujt Sasen, edhe kur e ka lujt ka rujt një Adrian. Mendoj që ajo është vetvetja e saj. Çu më thonë është ajo që nuk aktrimi është aktrem, po prap s'po di çu më thonë autentike që domethënë nuk po. Besoj që ajo i den pa. Stiana me të shka pa përmend. Ka unë po juroj krejt ma të mirat për ty, po juroj që tu e shuju suksesin e famës, me zi po pres me të po aty ku ti dojnë me qenë, po gjithashtu ku dojna me të po na si publik, na ke befasu shumë. Ata që s'kam po, se mu jo, se unë i kem ri ato që akom dosht unë me të po, se ke qeni ylli fshehur që të kemi njoft veç që si që tham rrethi ngusht edhe tash you're out there për krejt. Kështu që po e shijojmë edhe na suksesin tënd edhe të filmis Pasaporta. Për momentin, a kam përfundu premierat komplet? Nuk e di, fakt janë të shfaquna te
faqja e pasaportës, Okej, kur kanë me mundem udhon. që aty me i përcjell. Po. Filmi Pasaporta ka edhe Instagram. Po në Cineplex është tu shfaq, në Kosovë dhe në Shqipëri është tu shfaq. Tash do të thonë mëni me shumë këqyr. Po. Beautiful. Për kontrazi faleminderit shumë për fjalë që i the, edhe për njerin që je, edhe të vlerësoj tepër shumë. Të livdohemi së bashku. Faleminderit që ishe pjesë e Metropolit në këtë mëngjes, edhe suksese për filmin, suksese edhe ty.